Shikues të nderuar, ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në takimin tonë përditshëm në Mani Report. Unë jam Genta Dobra dhe do të jemi së bashku në vijim. Së pari ju uroj të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Fitr Bajramin. Pas muajit të shenjtë të Ramazanit, kjo fest është simboli i afrimit me Zotin dhe i sakrificës në emër të Tij. Në Tiranë mijëra besimtar musliman falën namazin e Bajramit në sheshin Skënderbej dhe u lutën për më shumë mirësi dhe paqe. Kreu i KMSH Bujar Spahiu në mesazhin e tij përcolli lutje veçanërisht për të gjithë ata që vuajnë për popull që kërkojnë paqe dhe drejtësi. Falje, lutje dhe urime pati edhe në xhamitë të tjera të vendit. Ervin Saliani ka hequr çdo dyshim. Në 23 maj ai do të kandidojë për kryetar të Partisë Demokratike. Përballë tij do të jetë Sali Berisha, njeriu që e ka shpallur të përjashtuar nga partia. Selia Blu heshti ndaj pyetjeve të gazetarëve nëse do të pengohej apo lejohej kandidimi i Salianit. Pas rritjes së çmimit të naftës për shkak të efekteve të konfliktit në Iran, qeveria shqiptare ka vendosur rikthimin e bortit të transparencës që do të ruajë çmimet në ekuilibër. Marzhi i fitimit do të jetë 3 lek për tregtin me shumicë dhe 12 lek për tregtin me pakicë. Gjithashtu është vendosur edhe ulja akcizës me 20%, një vendim që synon të lehtësojë çmimet e karburanteve tek konsumatorët final. Rikthehet bordi i transparencës i cili do të monitorojë tregun e karburanteve në vend. Qeveria ka vendosur që të marrë masa për të mbajtur nën kontroll çmimin e karburanteve, i cili ka pësuar shtrenjtim të ndjeshëm gjatë ditëve të fundit si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Në një mbledhje të zhvilluar në orët e vona të së mërkurës, është vendosur që të rikthehet ky mekanizëm i cili do të përcaktojë çmime tavan, mbi të cilat nuk do të lejohet tregtimi i karburanteve në pikat me pakicë, ndërsa është parashikuar që për çdo shkelje të këtij vendimi do të ketë penalizime të cilat mund të çojnë deri në pezullimin e licencës së aktivitetit. Po ashtu është marrë vendim edhe për uljen e akcizës me 20%, si një masë që synon lehtësimin e barrës për qytetarët dhe reflektimi në uljen e çmimeve. Aktualisht akciza është rreth 39 lek për çdo litër naftë dhe me uljen shkon në 31 lek për çdo litër naftë ose 8 lek më pak. Vendimet pritet të zbardhen në ditët në vijim, ndërsa bordi do të ngrihet javën tjetër. Nga burimet është mësuar se në mbledhjen e qeverisë që është realizuar në orët e vona të së mërkurës, janë përcaktuar edhe marzhet e fitimit dhe mënyra se si do të funksionojë bordi i transparencës. Për të kontrolluar kompanitë është përcaktuar se marzhi i fitimit do të jetë 3 lek për tregtin me shumicë dhe 12 lek për tregtin me pakicë. Një mekanizëm i tillë për kontrollin e tregut të karburanteve, siç është bordi i transparencës, u ngrit edhe gjatë përshkallëzimit të luftës Rusi-Ukrainë, por ndërhyrja këtë herë është edhe më e madhe, pasi është vendosur që të ulet edhe akciza, një taks kjo që aplikohet për litër naftë. Me zbardhjen e VKM-ve pritet që të saktësohet edhe koha sa do të jenë në fuqi këto ndërhyrje të marra në mbledhjen e fundit të qeverisë. Aktualisht në vend operon një task force e cila po monitoron tregun e karburanteve, e cila u ngrit pas nisjes së konfliktit në Iran. Ndërkohë, nafta ka mbetur e lartë në tregjet globale pavarësisht përpjekjeve për të rritur furnizimin dhe për të hapur ngushticën e Hormuzit. Çmimet arritën në $109 për fuqi të premten dhe analistë të tregut thonë se përmbysja e tyre do të jetë e vështirë në një periudhë afat pasi sulmet në lindjen e mesme kanë shënjestruar infrastrukturën e naftës, kryesisht njësitë e prodhimit të saj. Çmimet e naftës qëndruan të larta edhe të premten, pavarësisht se vendet kryesore europiane, por dhe shtete si Japonia e Kanadaja
u ofruan të bashkëpunojnë për të mundësuar kalim të sigurt për anijet e naftës përmes ngushticës së Hormuzit. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 1.1%, duke arritur në mbi $109 për fuqi, një rritje në fakt më ngadalë se një ditë më parë. Analistë të tregut thonë se potenciali për një rënje apo përmbysje të shpejtë të çmimeve është thuajse i pamundur në kushtet ku në lindjen e mesme janë goditur infrastrukturat kryesore të naftës dhe dëmi është shkaktuar pikërisht te prodhimi. Në përpjekje për të frenuar shtrëngimin e naftës, sekretari i thesarit të Shteteve të Bashkuara Scott Bessent tha se Washingtoni mund të heqë së shpejti sanksionet ndaj naftës iraniane, ndërsa shtoi se po ashtu mund të ketë një tjetër lëshim të naftës nga rezervat strategjike. Një ditë më parë, nafta në tregjet globale arriti në mbi $119 për fuqi, pasi Irani u kundërpërgjigj një sulmi izraelit në fushën më të madhe të gazit, duke zhbërë 17% të kapacitetit të gazit të lëngshëm të Katarit, duke shkaktuar kështu dëmet konsiderueshme që sipas analistëve do të duhen deri në 5 vjet për të rekuperuar. Çmimet e gazit natyror ndërkohë në Bashkimin Evropian arritën nivelin më të lartë, duke u rritur me 25% e duke ofruar nivelit të $78. Kjo është norma më e lartë e regjistruar në më shumë se 3 vite. Ndërkohë edhe çmimet e arit u tërhoqën gjatë ditës së sotme, pasi qëndruan për shumë kohë në mbi $5.000 për oncë, të premten ra në $4.900 për oncë. Ari është parë gjithmonë si një stres sigurt për investitorët në kohë luftrash apo pasigurisht ekonomike, por forcimi i dollarit që pas përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme e ka bërë blerjen e metalit të çmuar më të kushtueshëm. Për të zbutur krizën e naftës të shkaktuar nga lufta në Iran, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqyrtojnë mundësinë e heqjes së sanksioneve ndaj naftës iraniane. Sekretari amerikan i thesarit tha se bëhet fjalë për ngarkesat e naftës që ndodhen në det, të cilat do të shkojnë për të plotësuar nevojat e vendeve për karburante, duke mbajtur çmimin të ulët. Shtetet e Bashkuara përshqyrtojnë mundësinë e heqjes së sanksioneve ndaj një pjese të naftës iraniane, ndërsa përpiqen të kufizojnë ndikimin e luftës në tregjet e energjisë. Sekretari i thesarit Scott Bessent e paraqiti idenë në një intervistë për Fox News, duke thënë se kjo mund të bëjë më shumë naftë disponueshme për blerësit global. Në të gjithë botën çmimet e energjisë po rriten ndjeshëm, ndërsa lufta ka pasoja në transportin detar dhe prodhimin. Në ditët në vijim, ne mund të heqim sanksionet për naftën iraniane që është aktualisht në det. Bëhet fjalë për rreth 140 milion fuqi. Në thelb, ne do të përdorim fuqitë iraniane kundër iranianëve për të mbajtur çmimin të ulët për 10 deri në 14 ditët e ardhshme, ndërsa vazhdojmë këtë fushat. Nëse bazohet, ky veprim do të ishte një përmbysje e madhe e politikës së gjatë amerikane ndaj regjimit iranian dhe pasoja do të ishin të pasigurta. Para luftës, Kina ishte blerësi kryesor i naftës që vinte nga Irani, duke blerë fuqi me një zbritje të madhe për shkak të sanksioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera. Bessent tha se një heqje dorë nga kufizimet e shitjes mund të ndihmonte në devijimin e më shumë këtyre furnizimeve në vende të tjera që kanë nevojë për naftë, si India, Japonia dhe Malezia, ndërsa e detyron Kinën të paguajë çmimin e tregut. Megjithatë, shefi i thesarit nuk tha se si do të funksionojë një masë e tillë, ose nëse do të përfshijë rregulla për të parandaluar që parat nga shitjet të rrjedhin përsëri në qeverinë iraniane. I pyetur për këtë ide, presidenti Donald Trump nuk dha një përgjigje të qartë, por u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë gjithçka të nevojshme për të kontrolluar çmimet. Komuniteti i biznesit në Kosovë kërkon ndërhyrjet menjëhershme për të stabilizuar çmimet e naftës. Oda ekonomike propozon konkretisht uljen e akcizës dhe tatimin mbi vlerën e shtuar për të lehtësuar barrën e qytetarëve të Kosovës. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të derivateve të naftës ka shtuar presionin mbi ekonominë e Kosovës. Për zgjidhjen e këtij problemi, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë dhe Oda Ekonomike kanë kërkuar ndërhyrjet menjëhershme nga qeveria përmes masave që synojnë uljen e çmimeve të derivateve të naftës dhe në të njëjtën kohë lehtësimin e barrës për qytetarët. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka propozuar 2 masa konkrete që do të ndikonin në uljen e çmimeve. E para që ta ul normën e tatimit të akcizës për derivatet e naftës dhe e dyta ta largoj plotësisht për një periudhë të caktuar, përkohësisht. Dihet që tatimi i vlerës së shtuar është tatimi i konsumatorit, nuk është tatimi i kompanisë, kështu që çdo ulje tatimi të vlerës së shtuar apo largim i përkohshëm do të nënkuptonte ulje e çmimit të derivateve të naftës dhe një lehtësim më i madh për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Rafuna paralajmëroi se në mungesë të veprimeve konkrete, pritet që çmimet vazhdojnë të rriten duke marrë parasysh zhvillimet gjeopolitike, përfshirë tensionet në linjën e mesme dhe bllokimin e rrugëve kryesore të furnizimit me naftë. Po trendi është duke u rrit, shumë vend tash kjo nuk është një risi veç për Kosovën, ose nuk është një kërkesë që vetëm Kosova duhet ta zbatojë, kanë filluar shumë vende të Bashkimit Evropian për me ndërmarrë këtë mos. Kemi edhe shumë vende të Bashkimit Evropian që kanë filluar me mosa kufizuese të tjera me vendos, kështu që duhet një ndërhyrje urgjente e menjëhershme nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Edhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë ka kërkuar që me urgjencë qeveria e Kosovës të ulë taksën dhe akcizën në naftë, siç janë duke vepruar shumë vende të tjera, me rastin e fundit atë të Italisë. Nga Ministria e Industrisë kanë deklaruar se pritet një stabilizim i çmimeve në muajt në vijim, veçanërisht gjatë verës, duke sqaruar se çmimi i naftës përcaktohet mbi bazën e çmimit të importit të një dite më parë. Kjo ministri thekson se importuesit me shumicë mund të rrisin çmimin vetëm deri në 2 cent për litër, ndërsa në shitje me pakicë shtohen edhe 12 cent. Ajo ka vendosur këto marzhe tavan për bizneset e hidrokarbureve në vend, por përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë ndërhyrje më të thella. Kriza e karburanteve e thelluar pas nisjes së luftës në Iran e ka ndërgjegjësuar Europën për zvogëluar varësinë nga gazi dhe nafta e lindjes. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se Bashkimi Evropian duhet të forcojë autonominë energjetike duke u mbështetur kryesisht tek burimet e brendshme. Europa po ndjen pasojat e luftës në lindjen e mesme, sidomos për shkak të varësisë së saj të madhe nga gazi dhe nafta e huaj, një situatë që i ka vendosur me shpatulla pas murit edhe në lidhje me konfliktin Rusi-Ukrainë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pranoi se çmimet e larta të energjisë përbëjnë një nga sfidat më të mëdha për konkurrueshmërinë e bllokut dhe kërkoi autonomi më të madhe energjetike për Bashkimin Evropian. Sot në kontekstin aktual gjeopolitik, një Europë e fortë është më e rëndësishme se kurrë. Është e qartë se çmimet e larta të energjisë përbëjnë një nga sfidat më të mëdha për konkurrueshmërinë e Bashkimit Evropian. Kriza aktuale në lindjen e mesme dhe ndikimi i saj në furnizimin global me energji konfirmojnë se duhet të bëhemi më autonom dhe të mbështetemi në burimet tona të energjisë. Komisioni Evropian u ka thënë udhëheqësve se ka një përzierje instrumentesh financiare që vendet anëtare mund të përdorin për të ulur çmimet e energjisë, të cilat do të jenë në diskutim. Asnjë politikë vetme nuk ka gjasa të funksionojë për të zbutur goditjet ekonomike nga lufta në Iran, në të gjitha tregjet e panumërta të bllokut nga Rumania në Irland. Ndërkohë udhëheqësit evropian shprehen shqetësime të forta në lidhje me luftën në Iran, ndërsa u takuan në Bruksel për të përballur me rritjen e çmimeve të energjisë të shkaktuara nga konflikti. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se rreziqet e një përshkallëzimi të mëtejshëm në rajon janë të konsiderueshme dhe efektet globale janë serioze, përfshirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri suedez Ulf Kristersson foli për ndikimet që konflikti kishte në energji, duke nxjerrë në pa efektet globale të luftës. Sikurse edhe pritej, Banka Qendrore Europiane ka ndjekur të njëjtën linjë me rezervën federale duke mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit pas pasigurive të shtuara për ekonominë nga lufta në Iran. Banka vlerëson se inflacioni do të rritet mesatarisht në 2.6% për shkak të shtrëngimit të naftës, shumë mbi objektivin e saj prej 2%. Ndërkohë parashikon që ekonomia e eurozonës të zgjerohet me vetëm 0.9% për gjatë këtij viti. Banka Qendrore Europiane la normën bazë të interesit të pandryshuar në 2%, por sinjalizoi se po vëzhgonte nga afër rreziqet që po sjell konflikti në lindjen e mesme. Çmimet e naftës dhe gazit rritur ndjeshëm që kur filloi lufta SBA-Izrael kundër Iranit, duke rritur frikën se inflacioni mund të arrijë shumë mbi objektivin prej 2% Bankës Europiane. Sipas institucionit, lufta në lindjen e mesme ka shtuar pasiguritë për ekonominë dhe ndikimet do të varen nga kozgjatja e konfliktit. Kjo ka bërë që Banka Europiane të rishikojë për lart inflacionin për këtë vit dhe pret që norma e tij të arrijë në 2.6% për të kthyer në objektiv vitin e ardhshëm. Ndërkohë janë ulur vlerësimet për ecurinë e ekonomisë pas institucioni parashikon një zgjerim me vetëm 0.9% në 2026, duke reflektuar pikërisht efektet globale të luftës. Perspektiva mbetet e pasigurt jo vetëm prej përshkallëzimit të konfliktit, por edhe prej politikave tregtare të presidentit Donald Trump. Vendimi i fundit i Bankës Europiane që shkoi në të njëjtën linjë me atë të rezervës federale ishte i pritshëm edhe nga tregjet që e hapën ditën e premte me rënje me indekset kryesore europiane që shënuan humbje në mbyllje të kësaj jave. Për familjet dhe bizneset e vendeve të eurozonës, ndikimi nën kupton që normat e interesit për kredit tashmë do të qëndrojnë në të njëjtat nivele që janë aktualisht.
Energjia e rinovueshme është përcaktuar si një nga shtyllat kryesore në programin e politikave prioritare për 3 vitet e ardhshme. Në draft parashikohet të shtohen kapacitetet e instaluara të energjisë rinovueshme, si dhe të arrihen objektivat e vendosura nga Bashkimi Evropian për tranzicionin e gjelbër. Në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, Shqipëria pritet të përfitojë 127.8 milion euro pikërisht për energjinë dhe tranzicionin e gjelbër. Energjia e rinovueshme është përcaktuar si një ndër prioritetet kryesore të ekonomisë shqiptare për vitet që vijnë, sipas dokumentit të publikuar në fletoren zyrtare për programin e politikave prioritare për vitet 2027-2029. Vendi ynë pritet të përfitojë 127.8 milion euro pikërisht për energjinë dhe tranzicionin e gjelbër nga fondi prej 922 milion eurosh grant dhe kredi që parashikohet të përfitohet në rast të përmbushjes së reformave kyçe të përafrimit me Bashkimin Evropian. Një ndër reformat më të rëndësishme konsiderohet energjia e rinovueshme dhe tranzicioni i gjelbër, me synim për të transformuar Shqipërinë në një lider rajonal të energjisë nëpërmjet adoptimit të standardeve dhe praktikave të Bashkimit Evropian, duke nxitur një treg konkurrues të energjisë dhe duke adresuar rrisqet dhe aspektet mjedisore. Në kuadër të këtij prioriteti parashikohet zhvillimi i ankandeve transparente dhe konkurruese për energjinë rinovueshme. Po ashtu synohet shtimi i kapaciteteve të reja të energjisë rinovueshme të instaluara me rreth 600 megavator. Kjo synon që të ndikojë edhe në arritjen e targetit për emetimet e karbonit duke u përafruar me BE-n. Vitet e fundit në vend, energjia e prodhuar nga dielli ka pësuar një rritje të fortë. Sipas të dhënave zyrtare, rezulton se gjatë vitit të fundit në Shqipëri janë futur në prodhim një numër i konsiderueshëm impjantesh fotovoltaike, të cilat kanë shtuar prodhimin e energjisë elektrike. Ky është një tregues mjaft optimist, pasi do të ndikojë në uljen e varësisë së sistemit energjetik nga rreshjet. Shqipëria synon që brenda 5 viteve të prodhojë rreth 30% të totalit të energjisë që i nevojitet nga dielli dhe era. Kemi ardhur në fund të Mani Report edhe për sot. Zhvillime të tjera nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare bcnews.al, po ashtu informoni në korale në valët e radios në frekuencën 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bashkë ndajmë.